Moza Petani gëzuar. Gëzuar, Klodi, Mirë se erdhe në podcastin Close Friends. Sot më shumë se sa kënaqësi. Sot më shumë se sa kur merr kuptim Close Friends, miqt e mi, sepse ti je një nga mikeshat më të vjetra që na ke mbajtur të bukura me vite. Faleminderit për vlerësimin. Në sajnë tënd ne qëndronim dhe qëndrojmë të bukura. Po do flasim në vazhdim për këtë. Gëzuar edhe të uroj shëndet edhe gjithë mirat për gëzuar, mbarësi dhe shëndet edhe për juve. Gëzuar. Nuk e di nëse verën e ke qef, e preferon? Në përgjithësi jo. E preferoj që ta mbaj në gotë për të bërë gëzuar, po jo për të pirë. Po çfarë preferon nga këto pijet? Domethënë që mund të jenë të mira për gjinin femërore, që mos të na dëmtojnë. E ke fjalën për alkolike? Për alkolike, gjithmonë. Atëherë, një gjysmë gotë e verë ju rekomandohet që të gjithëve, sepse mban memorien. Më shumë se sa gjysmë më shtepër, më pak nuk u flen, kështu që një gjysmë, ato që kanë mundësi që ta marrin, dhe ta marrin çdo ditë. Çdo ditë në drek, e di unë, dhe duhet jetë e kuqe? Nuk ka rëndësi, edhe në darkë ose në drek darkë, kush e han, domethënë vaktin 2 vakte, mund t'i marri edhe drek darkë që e ka ndërmjetme. Nuk është e rëndësishme të jetë patjetër drek. Jo më kohë të pyeta sepse ti je pjesë e mjekësisë në një farë mënyre. Ke pasur dhe ke biznesin tënd parafarmaceutik, që quhet, të produkteve që janë parafarmaci, që mund t'i marrësh pa recetë mjeku. Po, si biznes është farmaci, po unë preferoj domethënë që të marr vetëm ato. Si biznes është farmaci. Pse jemi ne të dyja sot këtu? Jemi këtu për të folur për atë që është frymëzim jete. Dhe ti je një grua, një zonjë që frymëzon me gjithçka, me botën tënde shpirtërore, që ti të flasësh shumë bukur, me forcën tënde mendore, me pamjen tënde të bukur që nuk e di, ne kemi 20 vite që njihemi dhe ti je po e njëjta. Dhe me një sfidë që ti po kalon aktualisht dhe që është pikërisht kjo pika që do na bashkoj dhe do na ndaj në disa gjëra që ne do diskutojmë, në disa çështje, por ndërkohë dhe do na frymëzoj për jetën, një frymëzim për jetën. Si fillim, për gjithë ata që se ty të njohin shumë, se nuk besoj se ka ngel njëri pa shkelur tek biznesi yt. Jo, të gjithë, përgjithësi. Pa marrë një këshill nga ty. Por për gjithë ata që duan të dinë më shumë, kush është Mimoza Petani? Si mund ta bëjmë këtë prezantimin tënd? Një zonjë biznesmene e fuqishme në karakter, e cila ishte ndër të parat që në vitet 90 guxoi dhe solli si thuash produkte nga jashtë, nga vendet e perëndimit, nga Europa, që nuk kishte nevoja që të shkoje në Itali dhe t'i blije, sepse ti sillte Moza Petani këtu. Më trego pak si nisi biznesi yt, rrugëtimi yt drejt biznesit, në kohën kur për biznes përfliteshin që ishin vetëm burrat. Ishte një, si thuash, një aset i burrave shqiptar. Po. Biznesi im ka lindur më shumë nga nevoja, dhe nevoja sjell dhe pasionin, dhe kështu që pastaj ti ndjehesh mirë dhe do që atë gjë që ke për veten tënde ta shpërndash kudo. Është pjesa e fitoterapisë, që unë e kam thënë gjithmonë që fitoterapia është pjesë e kulturës sonë. Në Shqipëri para 90-s shumë njerëz nuk kanë ekzistuar antibiotikët kaq në masë sa janë sot, apo ilaçet kështu pafund, domethënë, dhe farmacit kaq të mëdha. Një lagje, një farmaci. Ndërsa tani në mos gaboj janë 5000 farmaci në gjithë Shqipërinë, atëherë mund të ishin maksimumi 20. Po flas kot për atë kohë, po për këtë kohë e di që janë shumë. Ideja është gjithmonë që dhe në ato vite, unë kam qenë një fëmijë që deri në vitet 90 fotoja ime është mbajtur ke lagja, domethënë ke fëmijët ose ke këto si një fëmijë shumë i shëndetshëm, por ndërkohë isha një fëmijë tepër delikat.
I kisha Do me të thënë, dy. i kisha atë delikatesën, do me thënë që unë për iç gjë bëhesha pet dhe pastaj aty e merrsha veten prap. Gjëra që ishin tamam të pjesës imune, do me thënë të imunitetit, janë këto smundjet autoimune, Për si të shembull, thuash. Ato janë gjithmonë edhe prekin dhe njerëzit e ndjeshëm dhe ti nuk e merr vesh, qoftë nga alergjit, qoftë nga qeni, nga macja, nga çdo lloj gjëje, do me thënë ti jesh gjithmonë e prekshme. Qoftë nga ambienti, unë e kisha shumë me ambientet, mua po të më çoje në ambulancë, unë bëhesha pet, do më nxirrnin kështu, do me thënë hopa ose për krahësh, se bëhesha pet, isha fobike, do me thënë kisha shumë fobi nga farmacit, nga ambulancat, nga gjitha, nga aroma, nga ajri, bëhesha shumë keq. Dhe ndërkohë, do me thënë, prindrit, gjithmonë, me gjithë fisin, po sidomos babai im është kujdesur shumë për këto bimoret. Qa ishin deri, do me thënë, ilaçin për të mjekuar dhëmballët e mia, do me thënë, nervat e dhëmbave, do ta bënte ai vetë. Dhe po të bëj nga ai, unë shërohesha direkt, do me thënë, më bënte shumë mirë dhe ishe shumë e mirë. Pra e përdornin dhe tjerët dhe unë e shifja që vërtet ju bënte mirë. Dhe kjo gjë do me thënë e solli këtë, që është pjesë edhe kulturë e fitoterapisë, pra janë bimët medicinale në përgjithësi do me thënë, të cilat e kam thënë gjithmonë, unë kam dhe naturopatin. Naturopatia ka një gjë që bën parandalimin e smundjeve. Dhe kjo gjë më lindi do me thënë si nevojë për t'i ndjekur këto lloj rrugësh, si të thuash. Çfarë viti ishte? 96? Në 96 kam hapur, kam qenë e para në Shqipëri, ku ka dalë edhe nga dhoma e tregtisës asaj kohe, sepse atëherë duhet bizneset patjetër të regjistroheshin në dhomën e tregtisë, që kam futur vitaminat, mineralet dhe gjithë suplementet çfarë përfshin. Ajo që kam pasur gjithmonë dhe e them me zot lart për të pasur, do me thënë, këtë lloj të mire, si të thuash për smundjet ose për këtë lloj parandalimi, për të hapur këtë biznes, ishte gjithmonë kërkimi i teknologjisë farmaceutike tek bimët medicinale. Pra patjetër duhet të ketë një teknologji farmaceutike dhe një kërkim shkencor. Unë kam shkruajtur në vitet e para, bëhet fjalë, jo vitet e para në 96-ës, po në 2005-ën, e pas, do me thënë 2007 shumë, ke gazeta e Ylli Rakipit, atë suplemente, dhe kur shkoja në njëherë, së më vinte ajo gazeta, doja ta blija, ajo me muza petanit të shitur që në orën 5:30 ose 6 mëngjesit, dhe unë ngelja në shumë numra që nuk arria do t'i blija. Kureshtja e madhe për të ditur, sepse njerëzit nuk e di kanë atë dëshirën që t'jenë më afër, si thuash, medikamenteve naturale, mjekësore, se sa të shkojnë tek doktori. Doktori është pak frikë. Dhe tek ty ka ndodhur kjo. Në përgjithësi, do me thënë pjesa e bimëve ose trupi im që nuk pranonte antibiotik. Pra unë isha në ambulancë që më kishin bërë testet e të gjitha, unë isha alergjike, qoftë nga një penicilin që mund të më bënin të asaj kohë, se atëre penicilina njifej, pra unë bëhesha keq. Tani ja bëhesha nga agja që mua më fute, ja bëhesha nga ilaçi që ishte brenda, pra këtë gjë unë e gjeta jashtë. Për të realizuar këto, unë pata fatin, sepse në pas viteve 90 ne emigruam jashtë si gjithë shqiptarët. Ku keni emigruar? Në cilin vend? Në vend shumë të mirë, do me thënë, për fat, para se të hapeshin ambasadat. Do me thënë, me vizë të rregull, do me thënë edhe... Po si e përfituat? Si e dolët, do me thënë, apo ishit... Unë kam qenë dhe para viteve 90, do me thënë, kam dalë jashtë. Kam dalë jashtë me maman time, dhe gjithmonë, do me thënë, këtë pjesën e kësaj lloj fushë, duke qenë që i kisha në një vend shumë të mirë dhe njerëzit ku shkoja, që ishin njerëzit tanë. Mami tim i doli një problem, sepse i kishin futur gjak këtu edhe i doli atje kur vajtëm, i doli do me thënë edhe pjesa e diabetit edhe pjesa e hepatitit në mos gaboj, nga 2 gjakra, sepse 2 flakon që mori, që mendon atë kohë, që ishe rregulla, prap, kishte njerëz që do me thënë fusnin një tjetër për analiza dhe shkonin jepnin të tjerë gjakun, kupton? Dhe në atë kohë i doli do me thënë dhe hepatiti dhe diabeti.
Dhe ato e nxorën që ishte i sapomar, e nxorën që ishte do me thënë jo i trupit, por ishte i futur nëpërmjet gjakut. Dhe në të njëjtën kohë duhet t'ia kuronin diabetin, i cili do me thënë nuk donte sheqer, dhe në një farë mënyre ato pjesën, nuk e di se si e bënin, po e di që pjesët e hepatitit, ato i mbanin me pjesën e sheqerit, do me thënë që donte të ushqehej. Dhe aty u futëm, do me thënë që fillova me dietat, fillova si duhet, do me thënë që të mbahet organizmi, medikamentet e tjerë, do me thënë, plus duke ditur që dhe unë, se ndërkohë i bënim yzmet mamit, edhe këto gjëra ishin për mamin. Duke ditur, do me thënë, që dhe unë isha një ndër pjesët delikate, u morën dhe me mua, dhe kështu që ishte një gjë në botën që e kapa jashtë. Dhe e kisha atë në mendje që në vitet 90, kur ne hikëm jashtë, ishim nga të parët që vajtëm jashtë, patëm fatin, atje na trajtuan shumë mirë, sepse si ishte hapur kjo rruga ambasadave që të kishe shumë shqiptarë, që të njiheshin ç'a ishin, dhe trajtimi që ne na u bë atje ishte vërtet i veçantë, ishte shumë i mirë. Dhe aty pastaj e dinin, sepse atje të qëndrojnë shumë afër, ke asistencën që ti e ke për çdo lloj gjëje, çdo lloj gjëje që të kishe, ato mund të vinin, mund të rishin dhe 3-4 orë me fëmijët e tu apo në shtëpinë tënde dhe mund të dinin çdo gjë që kishe. Dhe aty pastaj më kapi kjo pjesa e cervikales dhe ato sollën një zonjë që nuk kishte lidhje me fizioterapinë apo me këto gjëra, por që dhe ato vete kishin dhe ajo ishte shumë e zgjuar dhe më foli shumë pasaj. Ne flisnim gjatë gjithë kohës, do me thënë, për këto gjëra. Gjë që se bënte fizioterapinë ke qafa, atje ku unë kisha ngrirë, po e bënte ke pjesa e shputave të këmbës. Do me thënë, anatomia e trupit është diçka që... do me thënë me prekjet, me këto dhe... Po them që mbi 50% e kam atë të asaj zonje, do me thënë që më futi në këto rrugët. Shkoja në farmaci, ose shkoja në për Mapo, që blinim roba dhe atere, si doj që t'ishe shqiptarët ishin kështu të ejtur, mbas veshjeve, mbas tyre gjërave, unë mund të blija në i gjë që ma hante syri për të asil në Shqipëri për t'ju bërë qefi njerëzve. Nërsa për vetin time, atë që duhet ta hargjoja, unë më shumë e leja në farmaci dhe më thonin, se u bëm 2-3 shoqe shqiptare atje dhe më thonin, qarë bën me ti si normal fare, vajte le gjithë do lek farmaci dhe zbleve ato atje, po të më thoje 20 për shumë, kaj që bën, s'po e them markën e lekut sepse do njifet, po të më thoje 20 bën kjo, unë do me thënë do më duke shumë shtrenjtë, po të më thoje në farmaci, vajtën 30, 20, 50, drang direkt për njerë, edhe mërsha gjithmonë këto që po flasim, do me thënë, në farmaci, pjesën e parafarmacisë. Parafarmaci, që këtu në Shqipëri nuk kishin nuk ekzistonte, nuk e kishin fare iden për këtë gjë në vitin 2012, që ti e di, unë bëra konferencën e parë në Shqipëri, bimët medicinale në teknologjinë farmaceutike, dhe aty pasaj, mbas asaj, na fillun problemet personale. Pse, pas 2012-ës? Në 2012-ën e kemi bërë ne si konferenca e parë. Problemet personale, them. Tuam, do me thënë, shumë dhe u bë një konferencë vërtet shumë e bukur dhe shumë e madhe internacionale. Pastaj, për problemet personale, çfarë ndodhi? Po, filluan këto njerë që të vinin edhe të pysnin që qa ishin këto, si ishin, kurioziteti do me thënë. Si konkurenca në lojë? Shpun konkurenca është komplet një gjë tjetër. Do me thënë, konkurenca është shumë e bukur, sepse bizneset hecin për para dhe ndërkohë edhe klientin ngelet i kënaqur. Por hyri, si thush, tafmaja, që kush është kjo që e bëka dhe se bëkam do t'unë. Do me thënë, ne kemi atë e bëka kjo dhe se bëkam unë. Që të vjedhim, si thush, pjesën e biznesit ose të ideve. Unë e jepja me gjithë shpirt, kudo. Ose punsoja njerëzit, shicet, ose kushdo që ishin, që mund i them, s'po i them farmaciste, po ishin njerëz që mua më hynin në punë. Do me thënë, nuk është se kishin shkollën e farmacisë, po kishte nga ato që ishin edhe mjeke. Do me thënë që bënin pjesën e mjekësisë. Dhe ajo dëshira ime kjo ishte. Që të merja gjithë studentët e mjekësisë dhe ti trajnoja në këtë lloj fushe, e cila hecën paralelisht
me mjekësinë. Paralelisht. Paralelisht, po është mbështetëse e mjekësisë. Por kam një pyetje, e zëvendëson kjo mjekësinë? Sepse kam dëgjuar raste për shembull, ka shumë persona që nuk shkojnë fare te mjeku, por duan ta luftojnë një sëmundje vetëm nëpërmjet suplementeve, nëpërmjet këtyre si thua suplementeve që janë para farmaci, domethënë nuk jepen me recetë mjeku. Atëherë ka një gjë, Klodi, që shumë e rëndësishme është bashkëpunimi në radhë parë me laboratorin. Do me thënë ku jeti, ku është organizmi jot. Pavarësisht se tani ka gjëra shumë më të thella që dalin deri në qelizë. Unë për veten time më pëlqen shumë pjesa e fizikës që në kohën e përparshme, siç mund t'i themi në kohën e Enverit dhe po e përdor kështu si shprehje, siç përdoret rëndom. Po, ka qenë pjesa e mjekësisë fizike. Tani futet edhe kjo mjekësia fizike kuantike. Kupton? Unë e ndjek atë, më pëlqen domethënë sepse aty e kam gjetur veten time dhe i shoh gjërat në qelizë. Dhe në momentin që unë e shikoj që mund të jem akoma më e avancuar, unë patjetër do hiki ta verifikoj këtë gjë me një analizë. Me një analizë gjaku, me një skaner, me një rezonancë apo PET skanerat që janë të gjitha. Se mjeku nuk ta njeh. Pra, edhe kjo gjë hecën paralelisht me laboratorin. Edhe pjesa e këshillimit të mjekut, doja marrë se s'bën mjekut atë pjesën do me thënë të sëmundjes. Pra, mund të shkosh dhe mund të bësh bashkëbisedimin. Që unë kam këtë sëmundje dhe në qoftë se mjeku pastaj mua më sugjeron diçka, atëherë është shumë e nevojshme që dhe ai të di nevojat e pacientit. Edhe unë mund t'i them që dhe më ka ndodhur, ke shumë mjek që më kanë mirë kuptuar dhe i kanë thënë, doktor më falë, po unë këtë gjë nuk e përdor dot këtë, sepse unë kam dhe këtë. Po përmend një rast shumë banal, do me thënë pjesën e ilaçeve të tensionit. Pra nuk është se unë, si thuash, nuk provoj, ose i neglizhoj, ose i ignoroj. Nuk është ajo. Organizmi im nuk e pranon dot. Nuk e pranon, pra kam përdorur, se më thonë një merri nga jashtë. Ose njerëzit e afërt më thonin, o ti je kapur ke kjo fushë dhe se lëshon, merre dhe provoj. Okej, po e marr dhe po e provoj. Dhe ka shumë gjëra që unë i kam provuar në sytë të tyre. Dhe kur më kam parë që unë jam bërë petë, pastaj më kanë thënë jo, s'pas ke faj. Po me çfarë pra një nga analizat që unë kam që ja flas me mjekun, se mjeku më kupton, do me thënë edhe pjesën e gjuhës mjekësore, i them doktor, unë kam këtë lloj analize që nuk më e përmend tani kot, dhe ajo do me thënë më shkrin gjithë pjesën e kockave, pra edhe po që me shkarku sidomos, pjesa e tensionit mua nuk më bën mirë sepse ma shton dozën e kësaj lloj analize dhe nuk e bëj dot. Dhe çfarë zgjidhje ke gjetur ti? Zgjidhje ka plot. Nëse do t'i bëj ke ky emisioni jot ka që i bukur. Një zgjidhje sepse tensionin e kam pothuaj të gjithë, kalon mosha ku diun 50, 55, 60 dhe pothuaj të gjithë shqiptarët vojnë nga tensioni. Atëre kryesorja është ta masin. Do me thënë non-stop ta masin. Ka njerëz për shembull që marrin ilaçe non-stop dhe i ranë si të kputur, janë si të vdekur, qoftë dhe për afjet e zemrës. Unë në i heri këshilloj, i them, okej, këshillohu, i them, nuk ja jap nga mendja ime, sepse nuk ka të shmëduhet ajo pjesë. Dhe prandaj jam edhe rezervuar para televizorit, sepse i them që ti këshillohu me mjekun tënd, por ajo këshill që t'jap unë është matja e tensionit. Në qoftë se ti ke pirë ilaçet në darkë, kanë qenë të forta, ke ngrënë një tarator me hudhra, apo ke pirë një çaj që është për uljen e tensionit, atëherë ti kontrolloje atë dozë. Pra ule pak dozën, ose si të thuash minimizoje fare. Por jo, a më thuti ti heq se i heq unë për atë se bëj kur, që ti them që edhe prandaj nuk përmend edhe çajin tani, edhe mund t'i përmend herë. Po të duash herë tjetër, patjetër që mund të them që edhe efektet anësore që japin çajrat,
Për shembull këtë mund ta përmendim edhe ndoshta edhe e kam përmend prej vitesh, që them kujdes nga çaji i malit, se ka ca që e marrin ilaçin e tensionit me çaj mali, ndërkohë që çaji malit i joni është shumë i mirë për ftofjet, por është i tmerrshëm për ngritjen e tensionit. E ngrit tensionin çajin. E ngrit më shumë se sa një kafe. Sepse ka persona që e pinë në darkë para gjumit çajin e malit. Dhe ai të lë dhe pa gjumë në darkë, ajo ka kafeinë. Ka përmbajtjet kafeinës dhe është shumë i mirë. Dhe ne gjithë jetën, kur kemi qenë fëmijëve ja u përdornin në çajin e malit me djathë ose me pak sheqer e kështu, po gjithmonë darka mendoj që atëherë mbyllej në orën 7 dhe e them të paktën familjen tonë, po mbaj mend që dhe kur ishim kështu në orën 7 mbyllej darka. Ndërsa më pas u abuzuan me këto orare darkat e të vonshme etj. Kemi shumë tema për të folur, por do shkojmë tek tema kryesore, që është shëndeti. Të jemi të shëndetshëm sot në të gjitha këto produktet që janë, domethënë suplemente, kremra, shkruhet aty është si një lloj joshje, no age. Është kundra moshës. Kundra moshës është pothuaj në të gjitha produktet e bukurisë, suplemente, çfarë ka të bëjë me mirëqenien sot? Është kjo fraza, sepse të gjithë duam të mbetemi të rinj. Disa përdorin këto mënyrat të ndërhyrjet, botoksin dhe gjitha këto trajtimet e bukurisë. Ka të tjerë që përpiqen të mbahen nëpërmjet stërvitjes dhe produkteve parafarmaceutike që folëm. Sa duhet u besojnë? Atëre, po të lexosh te kremrat, që është kjo kundra moshës, bëhet fjalë për kremrat që mund t'i përdori çdo lloj moshe dhe nuk është antirudh, se ndonjëherë këto e ngatrojnë këtë kundër moshës me antirudhën. Pra ajo mund ta përdori dhe një moshe re dhe një moshe vjetër. Janë kremrat e tjerë pasaj që janë antirudh. Ndërsa si produkte, unë po flas tani po e kalojmë me që the për pjesën e fillarit ose botoksit. Sinqerisht, brenda shpirtit tim, them që mos i përdorni fillerat, sepse fillerat kanë dhe efektet e tyre anësore. Unë e di që shkarkohet në veshka, me sa kam dëgjuar. Nëse shkarkohet në veshka, prek edhe shumë gjëra tjera. Pra prek edhe organe tjera. Gjithsesi, secili e gjen veten aty kudo, pra nuk mund të bëj dot pa to. Dhe kjo është, për të mbajtur bukur dhe shëndetshëm, është gjithmonë jo dietat, nuk jam sidomos me dietat drastike, do haj këtë, do bëj atë. Jo, le të hajnë çdo gjë, mbaj një florë, unë e kam thënë gjithmonë, mbaj një florë bakteriale të mirë, bëj një pastrim, domethënë të pareteve të zorëve me produkte, gjithmonë domethënë, dhe jam dhe kundra këtyre lavazheve, sepse e thajnë mukozën e zorës dhe e prishin momentin e fryrjes së ujit, pra dhe me atë jam shumë kundra, sepse të gjitha këto që po flas i kam dhe nga eksperienca ime, se i kam bërë eksperimentet. Ke bërë ti eksperimentet? Barë kur vinim që na qërasje me lëngë sheke? Po. Do me thënë e sollëm dhe me selenin brëndaj që ishte vërtet ishte shumë i fuqishëm. Perfekt. Edhe një pyetje për këtë çështjen e moshës. Jo mosh, kundër moshës, a mund të kthehet edhe kundër jetës? Për shembull, duke tentuar gjithmonë që ta tepërosh me produkte që gjithmonë tentojnë, të paktën ti pretendon se mund të të mbajnë të re, ato mund të të shkatrojnë shëndetin. Kundër moshës mund të jetë edhe një operacion. Me mjek shumë të mirë flasim, nuk po flasim tani me mjek që sa po dalin nga bankat e shkollës edhe të shkoj të futet direkt një kirurg estetist. Dhe këtu kundër moshës ti po futet edhe mjekët estetist. Pra jam pro atyre, jam pro. Më mirë një lifting që mund të bëj një femër apo diçka, nëse ka guximin, gjithmonë është edhe pjesë e guximit, se sa të rritë mbushet me fillera apo me kështu. Do më thënë është më mirë lifting se sa fillera. Me këto do me thënë më pëlqejnë edhe mua më pëlqejnë, po të kisha mundësi, mi bënin edhe unë do isha shumë okej, po nuk është e mundur që të bëhet. Nuk është e mundur. Jo, nuk është e mundur. Pse nuk është e mundur? Do dalim pak tek jeta jote? Po. Tek historia jote që është sa e trisht, po aq edhe frymëzuese në të njëjtën kohë, dhe do e themi pse. Sepse askush do e besoj që ti në këto momente je në një
Fazë paliative. Fazë paliative, që do thotë është për Vetëm kujdesja maksimale. se këto hormonet më bëjnë një çike dhe të mbush syt me lotë dhe nuk dua që ta nuk kthej këtë dua, emision. nuk dua Se jam të gjithmonë me që- pozitivitetin dhe kur i them gocave ndonjëherë më vjen për të qartë tani, hajde thojnë ku do ikim. Që do të më piki dhe të largoj mendjen, se nuk e duroj dot që të kthehem. Atëherë, mbas 2012-ës edhe ndodhi domethënë dhe kjo pjesa e ndërrimit të pushtetit. Atë që unë mund të ma quash ndoshta dhe si mesazh, është shumë e rëndësishme, po shumë e rëndësishme që administrata të ndahet nga pushteti. Domethënë nga partia, jo nga pushteti, se pushteti diskutohet që është aty, po të ndahet nga partitë. Qa ndodhi Në qoftë se është një punojse e mrekullueshme diku, që i ka shërbyer për 5 apo 10 vite, sa ka qenë pushteti në krye, pse ajo duhet të hiqet nga ai pozicion pune kur vjen dikush tjetër? Dhe këtu bëhet një lojë shumë e fuqishme, PSD e këto tjera. Do me thënë është një lodhje, një stres që të paktën në ato vite, se tani ka rënë një çik, po në ato vite ti e ndjeje dhe ke fëmijët e vegjël. Do me thënë dhe fëmijët e vegjël, brenda shtëpisë merren me këtë punë. Edhe kjo që dalin në demonstrata me fëmijët për të dhënë një shembull, do me thënë që okej, nuk do ketë rëmuja se unë po marr fëmijën me vete, jo. Largoje fëmijën nga fryma e partive. Largoje, pra le të bëj çfarë të doj. Nuk e di pse e trashëgon. Është pak e vështirë kjo, po. Mua më kanë ardhur, se do dalë këtë tema dhe pyetja që më bëre, po më kanë ardhur brenda ambientit tim, prindër, nëna, babaj, apo si thush fëmijë, që të vinë me, e di kush jam unë mund ta njihja, fare mirë se kush mund të ishte. E kush je, i thoja, se nuk po të njoh. Unë, djali im është ky, ose ai, ose si thush, baba im është ky. E çfarë pastaj? Unë kam dalë këtu për një biznes, po t'jap shërbimin, më jep pagesën dhe kaq. Kisha libra pa fund, do me thënë që ishte edhe pjesa e iridologjisë, pjesa naturopatisë, pjesa oligoelementëve, që këtu nuk njiheshin fare dhe as nuk po njihen dot aq bagazh sa unë kam marr, përveç pjesës së fitoterapive. Punojset që fusja aty në punë, do me thënë, futeshin nga njerëz të tillë, që i fusin gjoja sikur do punonte dhe ajo bënte gjithë përkthimin e librave dhe i merrnin dhe i botonin dhe i bënin. Pra i gjeja aty duke punuar në përkthimet e librave që i pagunte filani ose fisteku, se unë pastaj i ndiqja dhe e shikoja. Më kanë ardhur prindër që më kanë thënë, "Mjep mu këtë librin se du unë, se unë jam për kërkimet kështu." Po pse ta jap? Ajo është i gjë imja që e kam mbaruar, unë do s'dua të ta jap. S'do të ma japësh, e di kush jam unë? E kush je ti, thesha, jam baba i filan, ose i filanit. Por e zotris njo fare, as më intereson fare. Kjo është një bagazhi imi dhe do ta mbaj, nëse ti ke një sëmundje dhe do ta verifikosh që po, me këto gjëra do me thënë mund të kurohet kjo lloj sëmundje, bashkë me ilaçet që ti merr dhe bashkë me ndjekjen që të bën mjeku, është gjë tjetër, pra t'jap mendje, ama libri nuk ta jap. Prandaj them, administrata, njerëzit duhet të shkëputen, do me thënë, nga pjesa e politikës. Jo e gjithë familja shkon deputet. Nëse zgjedh njërin, shkon gjithë familja nga mbrapa. Nepotizmi, pra? Nepotizmi. Nëse ti e ndëron, si thush, administratat në çdo lloj rotacioni që mund të vi në politik, ti do jesh këtu ku je, Klodi, bashkë me mua. Pra nuk do shikojmë asnjë gjë. Ne kemi diskutuar vite më parë këtë histori. Po, sepse unë biznesi im u bllokua për idiotësit e atyre që u vunë në krye në ato momente. Dhe vinin disa fëmijë që ishin nga këto që lypnin dhe rishin në atë zonë, vinin, im thonin mu, me kë parti je ti, për kë ke votu ti, po pse të blokun? Si ishe me këtë parti ti? Me fjalë, është futur ajo. Do me thënë, ideja ishte të të blokonin për të ta marrë si biznes. Sigurisht, ato morën një nga linja që mos më intereson të fare, se nuk e dinin se qa unë kujtoni se çdo gjë ishte... Do me thënë, kjo ishte qëllimi. Donin ta merrnin dhe s'morën gjë, sepse s'dinin nga t'ja nisin. Por që qëllimet po, këto janë.
Qëllimet ishin këto, ku dhe vetë personat që erdhën aty më thanë, unë jam i PS-s, ky është i LSI-s, ky tjetri është i PD-s. Për kë ke votuar ti që neve, jo mërë jo, zotri, në qoftë se ti ke ardhur dhe unë kam shkelur rregullat e këtij shteti, blloko dyqanin, bëj atë që ke për të bërë dhe s'më bën të syrit tërë. Pra unë luftoj për të drejtat e mia dhe vajzat e mia kështu i kam mësuar. Pra të luftojnë për të drejtat e tyre. Shikoj shqiptarë që kërkojnë poshtë ky, poshtë ai, të ngrihet ky, të shkojë ai. Dhe asnjëherë, në asnjë lloj demonstrate, apo në asnjë lloj mitingu, apo ore, çfarë nevoja shkam unë? Janë nevojat shumë të vogla që duhet mi plotësosh, ose të mi rregullosh, ose të rregullosh ti veten që të eci gjëja. Konkurenca filloi pikërisht në ato vitet që po themi, konkurenca, si thua lufta? Mu më bën atë që sulmin, i cili si biznes ndeti 10 ditë mbyllur, unë isha në një fazë, po ta them kështu do me thënë, fazë menopauze, e cila mua më duheshe një nga produktet, dhe nuk arria do me thënë që të shkoja do ta merja atë produkt, sepse aty u vuj i shirit kaq i vogël me idenë që do me thënë, biznesi ishte futur në rrënjë, do me thënë, si kontrol, sepse nuk ja u kapte truri njerëzve që ky biznes ishte thjesht një forcë e imja, që e kisha sjellë dhe doja të iste, e kam ndërtuar me thonjë, nga minus, nga zerot. Kështu që kjo ishte gjitha, Klodi, që për pak gjë unë arrita që të shkoj direkt në brënda natës, kancer i shkallës 4. Qa thoi që në 2014 më ndodhën këto, po. Më thënë stresi? Stresi dhe dikur shpërtheva. Pavarësisht se mua ato 10 ditë isha, tralala, se po më dukeshin 10 ditë fushimi, isha shumë mirë. Dhe ai shpërthimi më erdhi në momentin që mua erdhën më thanë, se unë i thash, në ato momente që bëheshin këto, i thash dëgjoj, unë e di që e kam çdo gjë, sepse i dija rregullat, i dija të gjitha, jashtë kishim qenë, serda unë të ndyesha në Shqipëri tani çfarë do vidhja apo çfarë do bëhesha. Gjëja parë që do me thonë ky pushtet kërkonte regjistrimin e punonjësve, të kishin siguracione. Pra, një nga punonjësit e mia u zgjodh ke sigurime drejtoresh. E para erdhi ajo që të bllokonte biznesin me një shoqen e vet me idenë të siguracione. Unë i kisha në rregull, se mendonin me që ishin vajzat e kësaj dhe tani s'kan siguracione. Kupton? Tjetra ishte që erdhën pasaj, sepse aty pasaj të vinë njëri pas tjetrit, se okej, këtu dolin rregull, tani du ta kapim me një vend tjetër, ta kapim me një vend. Dhe vinin njëri pas tjetrit, dhe ndërkohë unë i kisha të gjitha në rregull. Dhe i thoja, ndigjo, të gjithë që po vini këtu keni për të ma paguar. O unë, o juve do ju zhduk, do i thesha, sepse jeni njerëzit më të paftë që jeni vënë në krye të detyrave të ndryshme. Prandaj ta kapa pjesën e administratës. Pra aty u vunë lloj njerëzish në ato vite, nga iqi dhe mos i përmend do me thënë se kush janë, se më vjen edhe këshu, ku di unë, neveri nga vetja ime që jetojmë ndonjëherë në këto vende. Dhe në momentin që erdhi një nga ato të 10, se hynin kështu si ushtarët, do me as pastruset nuk më flisnin me gojë se që ka bë kjo, do me thonë ishin ato që ka bërë. Edhe njëri nga ato më rafi shpatla, tha, për nerë, bravo të qoftë, biznes, kaq të pastër, sa ky, nuk kemi parë, se deri ke dogana, deri ku nuk u futën, ke shkelje doganore më thonin, qas më thonin? Nuk kemi parë. Ai sikur më tha mua që hikë se more fund. Do me thëmë, po, këtë s'kuptojnë, këtë kontradikt. Se mora vesh. Kur ishte biznesi në rregull, qa ndodhi pastaj? Pjesa e menopauzës timen, ato kokrët që më mungonin, nuk e mora vesh në vend që unë të relaksohesha, që u gjeta në rregull, unë pata i shpërthim, truri që doja t'ju bëja keq këtyre dhe t'i zhdukja të gjithë o s'ka. E mblodha aty gazetarët, ku ishin e ku s'ishin, e shkohët tatime, i hiq drejtora, hiq këte, hiq atë, do me thënë bërtisja me të madhe, që ore kjo rjet me rimange që keni ndërtu, po ju ha kokën. Do me thënë, qa janë këto që keni vënd, do me thënë, qa janë këto ignorant, qa janë këto njerës që s'marin vesh nga asnjë lloj gjëje dhe vinë të bëjnë gjëmën.
Aty u shkatarrova, unë doja të luftoja. Doja të luftoja ëngra, do me thënë. A ishte momenti A ishte më momenti, u kritik i jetës. diagnostikova në Turqi me kancer, shkallës 4. Pastaj, unë gjithmonë i kam ndjekur, se thonë jo, po i ke ndjekur, si ke ndjekur. Unë të thash, jam me analizat, i bëja ekografit, mamografit nuk i bëja shpesh, se nuk i doja, se nuk i duroja dot, ama vete si bia mbrapa për shumë gjëra me vizita. Kam shkuar pastaj që e dia nga diagnostikim kancer në Turqi, unë erdha këtu, dola direkt shkallë 4 të gjoksit. Në 2014? Po, që në 2014 shkalla 4. 11 vite 11 vite, po, 11 vite. Dhe ka qënë pjesë shtator, tetor, do me thëmë, po kjo, tetori më ka kapur, po fix tetori 11 vite bëra unë. Dhe në nëntor vjetë, në nëntor pasaj, unë pësova krizën më të madhe, që e detyroja veten, do me thëmë punoja non-stop, nuk... I thoja njerëzve jam me kancer, po e kënë Tereziti edhe kancerit ka ngellë. Nuk të besoni, se je shumë në formë. Jo, dhe, okej, bëja sakrificë, shkoja, po ndodhi një periudhë që dhe vetë nuk e mora vesh 3 mujore që unë nuk i rash vetës si me mbrapa për ta parë në qa grada shisha. Dhe po më duke i vetja sikur po kishte kapur gripi, sikur po më dhimnin kockat. Aty kisha pësuar se unë i dia, qarë janë këto pjesët e markuzëve, unë gjithmonë i kam pas të mërësisht larta. Pra janë caat, të 5 caat që bëhen, unë i kam pas, nëse mund të tregoj do me thënë edhe analizat, nga 15 që dalin ato, apo 20, apo 25, unë i kam 170 sot. Janë shumë lartë. Jo lartë, po mjekët rinë më shikojnë këshu edhe thojnë se dim. Pra jo pjesa paliative, jo se unë nuk dua pjesën e mjekimit, por që mundohem krahas tyre do me thënë të fusë edhe të mia që t'jem kjo që jam. Po luftoj për jetën, më pëlqen t'jetoj. Po lufton edhe... Mbajti vetën pastaj që mos shpërthej unë. Edhe unë nuk para qaj, do me thonë, edhe mundohem t'i mbaj. Dhe u preka shumë mënyra si e the tua jetën ishte, nuk e di, ishte një thik në zemër, po ta them kësuar. Kësuar. Tani 11 vite? 11 vite. Kush e mori vesh e para, përveç teje, nga njerëzit e tu të afër? Të gjithë. Të gjithë? Të gjithë. Dhe në momentin që isha, se të thash, faza parë ishte që unë vajta direkt në Turqi, në bas këti blokimi unë nisa urgent në Turqi, sepse si isha mirë. Do me thënë, i ndjeva të gjitha, do me thënë, këto probleme, dhe ato duhej patjetër më thusnin në operim. Pra unë pata një shkatarim të tiroides, të mitrës, të vezoreve, të gjakut, të gjitha do me thënë më erdhën kështu bum, të përnjershme. Nga që ishte në fazën e 4 të kjo smundje? Jo, kjo erdhi e me njëhershme, erdhi ishte vetëm stresi, vetëm ajo që të thash, unë doja t'i gjumoja t'i gjithë gjërave, do me thënë të veja atë dignitetin tim në vënd, dhe kjo lloj lufte që unë bëra me të tjerët si duket e ngarkova veten time dhe nuk mendova do me thënë që unë t'i bia sa më shkurt gjërave që t'i bia vetes mbrapa. Dhe u agravua, do me thënë rreth 6 muaj unë e neglizhova këtë lloj gjëje dhe i psova pasaj të gjitha me radhë. Dhe në momentin që shkoja konsultohesha me mjekët, më kanë ndihmuar shumë njerëzit e mi, mikeshat e mia, mund të them edhe këtë gjë, do me thonë që ndoshta është larg pyetjes, por është shumë e rëndësishme. Në Turqi të bëjnë të gjitha çfarë mundesh të bësh dhe janë çmimet shumë më të lira se sa ti mund t'i gjesh në Shqipëri. Deri ke PET skaneri që unë sot shkoj e bëj në Turqi, e bëj me një vlerë 750 euro. Ku përfqihen fjetjet, ngrënjet e mëngjesit, shoqëruesi, etj. Këtu e ke 1800 euro, një PET skaner, dhe shteti të paktën të ndihmoj këto që janë faze 3 e 4. Po flet për në privat.
por në privat është 1.500 euro. Në spitalin privat. Ke vetëm Ygeja e ka, se duhet edhe ta përmendim si spital, por që vetëm ato e kanë PET skanerin. Po shteti, në shtet duhet të zëshër... Shteti nuk e ka, nuk ekziston. Se ekziston fare në shtet? Jo, nuk ekziston. Pastaj, është pjesa e skanerit, është pjesa e rezonancave, mu më duen t'i bëj pothuaj se gjdo muaj. Mos të them 2 herë në muaj mund të bëj skanerin, ose këtë rezonancën mund t'a bëj 1 muaj, po 1 muaj jo. Pra duhet non-stop të ndiqe. Këtu nuk ekzistojnë këto gjëra, nuk ekzistojnë këto lloj ndihmësh. Domethënë që të më japin një lloj ndihme. Ti shkon në Greqi. Në Greqi mund të shkosh edhe privat ta bësh. Në shteti e ke edhe PET skanerin pa lek, dhe në privat ta riburson shteti me 60 euro në mos gaboj, ose 90 euro. Në Turqi, në këtë Itali më janë lutur shoqja ime që të ri këtu, thoshte, dhe atje të riburson shteti, të jep një lloj vlere leku, ke gati 900 euro, që unë kam njerëzit e mikeshat e mia, Franca dhe Italia, aty të jep një bonus. Rreth 900 euro, megjithëse ti i ke gjitha gratis, pra për smundjet me kancer që dihet se sa gjatë kanë jetën, ato kanë bonuse. Pra me këtë lloj bonus, ajo mund ta përdori për çdo lloj gjëje, pra qoftë edhe për të pirë kafe, qoftë edhe kur i vjen për qartë bëj një shëtitje më mirë se sa të çaj. Pra t'i japi një forcë vetes. Sepse shërbimi paliativ, duhet ta themi, që i përfshin të gjitha këto. Paliativi është në krevat, pastaj. Është në krevat, por ndërkohë ti je shumë mirë, të paktën në duke. Unë jam shumë mirë, jam ngrit nga morfinat. Në atë fazë, domethënë vjet në 20 nëntor, mua më ra kështu mbrënda natës, më doli gogalla nga vëndit, vetëm nga një sforcim kolle që pata, dhe të nesmen unë ushtrova me urgjencë ke spitali ushtarak. Në erdi urgjenca, erdi shumë shpejt që më mori, më të shojnë në spitalin ushtarak, asë një Klodi, me gjithse i njifnim dhe i thrisnim dhe i bënim, asë një nuk më afrua që të më thoshte, moj ti zoj, nuk të prekim do të me dorë, sepse ti je për diku tjetër. Këto gjëra mi thanë shumë më mbrapa, prandeta gati 12 orë aty. Ju kërkova me zort më bënin ca qetësues të fortë, mbesa ime u alarmua, do me thënë që ishin jashtë e kështu, mbesa këtu në Shqipëri, dhe më tha mbesa Shqipëris, halë tha do shkosh filan vend spital privat, tha, se unë kërkojsha një hormon që frenon pjesën e, si tu shfrenimit të metastazave në kock. E mori një nga mbesat për sipër që të ma dërgonte, po sa ta dërgonte ajo, do me thonë, ishin pun ditësh, tani mua më duhej urgjent, dhe më tha do shkosh filan privat spital. Një nga infermieret atje mua më bëri një shkarkus shumë të fuqishëm, se pa tensionin tim që ishe 17/5. Gjë që unë me 17 mund të rri kështu, plus 16, 15, unë rri normal, po plusën në kisha dhe nga qetësuesët që mora ke spitali ushtarak, dhe pati një ngritje tensioni. Sigurisht sepse ja u kërkova dhe vajta me karrocë në atë spital. Dhe isha shtrirë duke bërë atë serumin, dhe ndërkohë unë djeva gjithë kërcitjen e pjesës së kockave, kër. Dhe si që di unë s'lëvizja do të as kokën, as majtjas, as djathas. Më fillun morfinat. Morfinat të betohem nuk të hiqnin as 1% të dhimbjes. Vetëm të thanin gjithë pjesën e gojës. Si ka mundësi? Se ato mbahen si medikamenti që... Morfin, diazepam, mua nuk më qetësonte as 1 sekond. As 1 sekond. Donin, sepse më futën pasaj në për skanera, në për këto, dhe gjetën dhe një metastaz në tru. Dhe më thonin gocave, jo thonin gocave, se me mu nuk mereshe, unë isha këshu, vetëm fry meresha, truri ishte top, gjitha gjërat i dëgjoja, flisnin në për koridore, në për balkone, në për këtej qanin, bënin gjitha i ndjeja, dhe i shikoja ose i dëgjoja, si kur dhe në katë parë, dhe më thonin jo, se ne kemi fol katin e parë këtë fjalë, unë i dëgjoja. Do më thënë, aq truri, aq i vëmënd që më bëhet për të kapur, do më thënë, gjërat edhe më të vogla. Edhe donin të më qonin në spital, për të bërë operimin, spital tjetër po privat. Gocat të alarmuan, do shesim shpin, do bëjmë këtë. Jo, i thash, s'keni për të shqitur as shpin asgjë, me zore merr shaforcën, para se të vinin të bënin morfinën. 3 ditë dhe 3 net, unë i kam lënë dhe këto pa i gjumë dhe veten time.
Pra unë sytë doja t'i mbaja mbyllur, nuk arrije do t'i mbaja hapur sytë, truri ishte top dhe unë vetëm flisja. Flisja me atë zëri rrrr, po që do me thënë edhe kuptoheshin, vinin dhe më thonin nga hapër, çfarë po thua. Edhe ja u sqaroja, mos bëni gafë, unë do ngrihem. Dhe ajo që unë kisha në veten tim edhe në shpirtin tim ishte e gjitha kjo, unë do të çohem, unë do ngrihem. Dhe i caktova një datë kur këto do më çonin ka i sfitar, dhe unë thash unë atë datë unë do ngrihem këmbë, do ngrihem. Po mendo që kjo kavikula ishte komplet e shkëputur. Do me thënë këmba ishte, dhe unë duhet ecja me një këmbë. Do me thënë forca mendore dhe shpirtërore bën mrekulli? Po, unë nuk ju lej, thoja gocave, unë nuk ju lej, unë do të qojë, mos qani ju, se unë s'kisha fuqi, unë as qaja, do me thënë flisja do të, jo më, ju thoja mos qani, se unë do ja hedh, jam e fort dhe do ja hedh. Dhe nuk e leja veten time që të bia në pjesën e morfinës. Morfina të bën një këputje të zemrës, që unë edhe sot e ndjej atë aq shumë që janë bërë, sa të çon kështu sikur ti bie në një umner. Pra unë sa filloja që të më binte truri, trupi ose shpirti ose nuk e di si ta shpjegoj, që unë të bija, unë i jepja forcë vetes edhe flisja në i gjë me këto, do me thënë ngria veten, si tush. Edhe do me thënë mos më bëni më morfina. Ishte fjala ime. Dhe erdhi mbesa ime kështu të lutemi, thash të keqen, po s'do t'ju ngelem në mendje, ishni morfinat. Ishni se unë nuk jam e qetë, thjesht po më lë zemra, po unë nuk më qetësojnë dhimbjet. Pastaj me shumë forcë, do me thënë, unë duhet të dilja të nesmen të asaj date që i kisha dhënë trurit, unë dal një natë para. I them këtyre, se më kishin blerë me karroca e me të gjitha, do me thënë, i them këtyre veni karrocën aty dhe ishin 2 çuna, do me thënë, miqë, që ishin dhe në turn aty dhe i thash, do më çoni të më vinin karrocë, nuk është e mundur, tha, do shkërmoqesh, gocave u thonin kjo një zbritje tretuaris në jetë, si kur të bëj, ka për t'i kuputur koka. Do me thënë, këto ishin në një alarm dhe më shikonin më këshu. Nuk e di, ajo forca e shpirtit ti më ngriti, u ula në karrocë dhe unë kam dalë natën në ai spital. Po, natën dola, dhe pastaj me të gjitha këto mundësit e mia, do me thënë që ju shkruja njerëzve jashtë, dua këtë produkt ose atë produkt, mi sillnin në çast gjëra dhe i kam bërë të gjitha në shtëpi. Po, të gjitha i kam bërë në shtëpi. Dikush që na dëgjon, thot 11 vite me një smundje të tillë që konsiderohet kaq e rrezikshme, e rëndë dhe e pashurueshme, por ti ke qëndruar në këmbë për 11 vite. Çfarë të ka mbajtur në këmbë? Në momentin që do më çonin në spital për të hequr këtë metastazën në kokë, i thoja gocave, mami duhet ta heqësh tonin se po të bllokon trurin edhe mjekët që vinin thonin aty, hapnin derën dhe thonin, më mban mend se kush jam? Unë s'kisha fuqi ti thoja se kush ishte. Le që dhe në gjendje normale ti harron se kush janë, do me thonë mjekët dhe emrat. Dhe i thoja këtyre, e maj men, i thesha, po aman mos më çoni të operoni kokën, se vetëm më shëroni, i thesha, pjesën e kurizit, më shëroni këmbën, kërkoja ndihmë vetëm për këmbën, më shëroni, më ngrinin këmbë, se kanceri më merr të keqen. Kanceri nuk është asgjë. Kanceri të merr të keqen, kanceri të han, kanceri ka nevojë për shëtitje, ka nevojë për një mendje, do me thënë dhe për njerëz pozitiv rreth e qark, ka nevojë për para, që ti të arish, do me thënë ti gjumosh gjërave, ka nevojë për atë këshillimin, në qoftë se ti një mjeku i thua, ore zotëri, unë nuk po të çojmë dot në këmbë se më dhëm kërbishti, më dhëm kurizi, unë të gjitha këto i bëjmë privat, përveç pjesës tjetër, që unë po bëj dhe në shtet tani, një terapi hormonale, që nuk shkova në Itali për t'i bërë, për arsye sepse atje bëhet fjalë në 2022 më thanë që duhet të qëndroja në spital 3 vite. Do me thëmë për të bërë terapit e gjitha disa nga... Po, e kam dëgjuar këtë, kam disa raste që më kanë thënë që e kanë bërë terapin atje. Po, disa raste nuk lejohet, do me thënë duhet rije 1 javë mbyllur në për spitale, kështu. Unë të thashë, unë nuk ri do 3 orë në spital, jo të ri 3 vite. Dhe në asnjë mënyrë nuk pranova, megjithëse dhe do paguhesha atje, do me thënë të tha që shteti italian të mundëson edhe pjesë pagese, dhe erdha prapë u ktheva në Shqipëri.
Dhe kam shumë peripeci, nuk diskutohet. Peripeci të pafundme, ha? Peripeci shumë të vogla, të thash, këtu nuk ekziston në spitalin ton gjëra shumë të mdhaja, jo të kërkosh të voglat. Po unë atë që do thoja, kërkoj gjëra shumë të vogla. Kërkoj një ajrim, atje po bëj një terapi që nuk është fare për mua, po atë kemi. Ky lloj kanceri, jo se ma kanë thënë mjekët shqiptarë, po ma kanë thënë mjekët kudo që i kam takuar. Të thash, sa në Greqi, apo në Turqi, apo në Itali, do më thënë atë pjesën e qefit që mund të bëj njeriu një herë në vit 10 ditë, unë i shfrytëzoja për të bërë vizita, dhe në të njëjtën kohë alternoja, si thua, sëmundjen me pjesën e shëtitjeve. Dhe kjo terapi do shumë është individuale, por nga e keqja jam duke e bërë në spital. Kur hike atje në spital, gjëja kryesore që shikoj gjithë Shqipërinë. Janë rreth 5.000 veta në Mosgavoj. 5.000 vetë, po. 5.000 vetë gra, 5.000 gra që vuajnë nga kanceri i gjirit. Se sa kaluan tetorin në rozë. Më duke se 5.000 mund të jenë edhe në tërsi, që janë me kancer edhe të zorës stomakut ose kështu. Nuk besoj të jenë vetëm gjiri. Nuk e di, nuk e jam në sigur. Do më thonë, për tetorin rozë ka dal një statistik nga Instituti Shëndetit Publik që ka cituar këtë shifër, 5.000 gra. Mosha kryesore është mbi 55, që janë të prekura, dhe ka një ulje të moshës së re. Kjo është statistika e është shumë e tmerrshme që gjithë Shqipëria ty të vjen vetëm ke një spital onkologjik në Tiranë. Që sa kapacitet ka? Për çfarë? Për çfarë i sjell ti? Përse i torturon këto njerëz? Unë të thash, njëri nga operacionet e kam bërë në Itali. Ty të del një zonjë aty që mund të quhet menaxhere, s'ka nevojë të ketë edhe shkollën e mjekësisë, të merr, të çon kat në kat, ose aty ku ke ti nevojë dhe ti mbaron punë. Këtu është një kaos, një rrëmuj. Ti nuk e merr vesh, futesh ke një mjek e thot ku e ke kartelën, nuk e gjej kartelën tënde. Shkon ke tjetra, thot po ti ku erdhe, po shkon merr kartelën, gjej kartelën, nuk çon një fermierën, çon këtë. Është një lëmsh i papar. Klodi është një tmerr. Për sergjena them. Do me thonë, unë s'po kërkoj PET scanner në Shqipëri, po kërkoj sergjent, ke një sergjent ku të vejnë dosjet. Ta din përmend do me thonë ku është ajo dosje. Ke ajrin, ke një ajër të tmerrshëm, është gjithë Shqipëria aty që vjen bën ato. Qarë nuk kanë rrethet për të bërë një gjilpër në damar, apo një gjilpër në përvithet që bëhet atje. Pse unë duhet shkoj çdo muaj ose çdo 15 ditë për të marrë recetën e ilaçit apo ilaçin? Jo më zoj, mjep, a jam e smur, ma jep për 6 muaj. Po vdiqa punë e madhe fort se ngelën ato ilaçe dhe sigurisht që më ndiq me analizat, më ndiq me këtë, mund të më ndjekësh edhe online, mund të t'i sjell. Tani janë këto pjesët digjitale që janë fantastike. Pse unë duhet të rri në radha kështu, vjen tjetra nga rrethin 5 mjesit, që është nisur dhe vjen këtu, të betohen për sytë e ballit, këse radhe 4 gisht e kisha larg atë tjetrën që bënte kimio. 4 gisht, moj. Kështu siguri u bëm si 2 motra aty. Do më thëmë, 2 veta në një kështu, kjo tavolina mund të them është e gjerë. Janë ca kushte minimale, ti bën gjithë të lukse, gjithë të gjërat bukura, gjithë të, dhe nuk e një minimum. Ose iqi, iqi gjithë rrethet, caktoj pavione, jo spitale, po pavione onkologjike që bëhen kimiot, edhe se cilit i bëjnë rrethin e vetë. Ilaçi le të shkojnë me post, qas po vjen me post atani. Nuk do të ma japësh për gjithë muajnë, zonjë, jam gjallë akoma dhe këtë 15 ditë, më dërgoj ilaçin, shkoj ta bëj. Kjo është shumë ironike dhe... Jo, s'është ironike, kështu është me vërtet. Jam gjallë edhe këtë 15 ditë. E di çfarë është smundja? Ma ka thënë një tjetër në 2015 ka qenë, që donin të fusnin në pjesën e kimiove. Tha ne do të heqim, tha do të bëjmë operacionin komplet, tha të gjoksit, dhe pastaj kimiot tha t'i bëj jashtë. I thash jo nuk e bëj komplet gjoksin. Pse tha ke atë imazhin do me thënë të turpit apo të ndjesh keq. Jo, i thash, pa aty e kam mësu vëndin dhe aty do dali prap. Do me thënë është një burim që aty do dalin, qofse në këtë lloj smundje flasim, nuk po flasim për kancerat përgjithësi. Pra kanceri ka një fjalë të përgjithshme dhe aq i veçantë është ke çdo njeri.
Por po ta them me gojën plot që më i tmerrshëm është jimi që jam këtu, që po flas me ty. Pse? Sepse ashtu është tipi i kancerit. Në qoftë se këto e kanë zvulu kancerin fazat e para në 2 cm e gjithë, asgjë janë, le të jetojnë jetën e tyre shumë të lumtura, të qeshin dhe të gëzojnë jetën. Kanceri nuk është asnjë. Përfitimet që ka shtetet, jo shteti jonë, mos keq kuptohemi. Përfitimet që kanë shtetet me kancerin janë shumë të mëdha. Nga medikamentet, trajtimet, nga gjithçka. Unë marr një medikament tani të ribursueshëm nga shteti, është 2.700.000 lek, 21 kapsula. E kam hapur në një letër të bardhë, kurioziteti çka ka brenda kjo kapsul. Sikur ajo kapsul të ishte me, si thosh, grimca, diamanti dhe plur floriri, nuk e ka atë vlerë. 16.000, sepse unë u lumtoj gjitha nej, i shikoj do me, $16.000 është në Amerikë. Çfarë ka brenda ajo, çfarë mund të ketë? I ke parë përbërësit? Çfarë mund ketë ajo kapsul? Përbërësit duhet kesh teknologji për ta parë dhe ti nuk i gjen dot as në internet në njëherë këto që janë spitalore. Jo, nuk ekzistojnë. Por janë shumë fitimprurse. Edhe në Amerikë është e ribursueshme. Por janë gjithë lojra që bëhen, Klodi. Lojra. Do me thënë fiton shumë më shumë shteti se sa njeriu që është me kancer. Me që ma përmende kimioterapin. Bota është ndarë në 2 pjesë. Pro dhe kundër kimioterapisë. Ka persona që i besojnë dhe të smur, pacient që i nënshtrojnë saj terapie. Por ka dhe të tjerë që refuzojnë. Ti ku hyn, Moza? Kimioterapia është shumë individuale. Unë hy ke ato persona që i them mjekut, ti më drejto se çfarë unë duhet të bëj dhe çfarë fazash jam. Nuk dua që mjekut m'japi garanci, se nuk ndodh që të m'japi garanci, po të m'japi shpresë. Pra në momentin që unë shikoj vetë analizat, shikoj gjërat dhe shikoj që me atë kimioterapi mund të shkoj 2 vite apo 3 vite jetë shtesë, atëherë është vendosja e çdo njeriut. Do me thënë të thash, vdekja është në tru. Dua të vdes, unë që nesër e lëshoj veten dhe mund të vdes. Dua të jetoj, unë jetoj, luftoj, do me thënë për të jetuar. E ke bërë këtë terapi apo jo? Jo, kimion jo. Nuk e kam bërë, sepse të thash, kam fazat e kockës e tjerë. Unë po bëj një imunoterapi tani, që është shumë e fuqishme dhe jo imunon, po bëj një hormonal, do me thënë terapi hormonale, dhe unë jam firuar, do me thënë, nga mendja dhe nga shëndeti gjysë për gjysë. Me thënë që je kundër. Që është hormone, do me thënë nuk ka lidhje me kimion fare, është hormonale. Ama kam femra që i kam afër dhe i kam shumë të afërta, kanë bërë dhe kimion, ja kanë dalë në barë. Varet çfarë bën dhe si e bën dhe çfarë fazash je. Ty mjekët të kanë thënë për ta bërë kimion? Sigurisht që po, më kanë thënë mjekët jashtë, mjekët në Shqipëri jo. Jo. Por janë këto kimiot mërësisht forta që unë duhet rria dhe me kimion dhe me terapin, si thush, të imunitetit në të njëjtën kohë. Këtu nuk ekzistojnë. Secili shtet ka ato terapit e veta. Po nëse dikush do të pyeste, një grua që ka të njëjtën sëmundje se ty, do të merrte një mendim, duke qenë se ti ke edhe këto njohuritë e tjera të parafarmacisë, të produkteve, suplementeve. Moza, duhet ta bëj kimion, do të pyeste ose jo? Ti çfarë mendimi të sinqert do jepje? Atëherë, unë kam kuruar shumë, ose i mirëmbaj shumë njerëz që kanë qenë edhe fazat e fundit. Atë që unë bëj, i pys gjithmonë gjën e parë, qa halli ke, do me qarë problemit ka dhënë kimio, që unë ty të të ndimoj, do me thënë që ti ta përbalosh sa më lehtëshëm, që ke kapsliku që mund t'japin, që ke pengesa e urinimit që mund të bëjnë, pra aty mund t'i ndimoj. Nëse bëjnë apo nuk bëjnë kimio, pra t'i japësh atë rritjen e imunitetit e tjerë, në mënyrë natyrale gjithmonë nga goja, sepse qarë është venoze gjithmonë them është për spital.
pavarësisht se unë për veten time i kam bërë brenda ambientit tim të shtëpisë, ama është barra ime dhe nuk bëhem pishman për asgjë, çado që të ndodhe ose si tjetë. Ama një tjetrit nuk mund t'i japësh mend, ti thosh bëje apo mos e bëj kimion, sepse secili duhet të jetë në radhë të parë komunikues me familjen e tij. Me mjekun e tij s'diskutohet që të ketë mjek dhe pastaj me familjen. Por këtu të vjen shumë keq për ato mjek dhe ato infermiere që strapatsohen në për këto lloj ambientesh, të cilët nuk kanë kohë as të shohin me sy, të dinë më shumë emrin se sa të shikojnë. Dhe atë buzëqeshje, unë them ku e gjen forcën që buzëqeshin me 100 veta mbi kokë. Kur hyn në ato ambiente ti s'ke pjesën e ajrimit. Ti ke një ajër të mbytur që ty s'të kushton asnjë gjë që të bësh vetëm një ajrim, të kesh ajër të mbushësh mushkërit, sepse njerëzit nga pa fuqia atje vetëm gulçojnë. Kjo është e gjitha, nuk mund t'i japësh tjetrit, bëje ti ose mos e bëj, sepse ka njerëz që u bën shumë mirë. Varet ç'a fazash je, varet ç'a lloj kanceri është. Kanceri nuk është një gjë, domethënë që me patjetër duhet të jetë vdekje prurës. Dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme që pavarësisht se është një gjë e cila është njësoj se ta kapa pak shpar, po unë gatrova me atë, që është një bombë, e cila ti e mban kudo me vete. Dhe varet sa ti e liron atë dorën ose atë kapsulën dhe kur do shvërthej. Dhe as e vjen dyshim që në një moment vetëm nga një grip që mund të kapi dhe ullet imuniteti, ti mund të vdesësh dhe thotë vdiq nga kanceri. Është njësoj si puna e gripit që u bë alarmant, domethënë ato vite, dhe ja vun emrin Covid. Pra ti mund të vdisje nga zemra dhe thoshte vdiq nga Covidi. Pra unë mund të vdes nga rrugët e frymarrjes që nuk po marr dot frym se po m'japin shkaktarët e tjerë probleme. Dhe ti thua vdiq nga kanceri. Në shumë vende ku shkoj për mirëmbajtjen e kockave, dhe ato janë hotele, të cilat domethënë ndërkohë kanë dhe mjekun e tyre, por janë hotele të mira, jo spitale, se spitalet mua më bëjnë tmerr. Nuk ju them asnjëri që jam me kancer. Nuk tregoj. Sepse nëse ti i tregon, gjithmonë kanceri ka një kartel të verdh, që unë e kam të verdh, jam paliative, ka një kartel të verdh, sa se cili thot, jo, shko do me thënë meru me mjekun tënd, dhe mos më ngec mua në dorë, sepse mund të ngecesh. Do me thënë mund të më shofësh sot shumë mirë dhe të nesme nuk ekzistoj më. Do me thënë kaq edhe e frikshme është, po kaq edhe e kurushme, mund të them, nëse ke mundësi. Dikush mund të thotë, moza është shumë në formë, shumë e pashme, shumë e freskët, nuk e asnjë lloj shenje që ti mund të vuash nga një sëmundje e tillë. Sepse kemi parë persona të tjerë që transformohen, ligështohen, fiks fjala ligështim, mund të themi që është truri, ke truri dhe ke njerëzit që ke rreth e qark. Domethënë mund ta mundësh sëmundjen. Ke njerëzit që ty të rrethojnë. Po, është truri ai që ti mund të jesh shumë normal dhe s'ke kancer dhe një njeri thotë kjo është me kancer dhe do me thënë të fësosh vdekjen, si të thuash. Unë nuk e mbaj mendjen fare absolutisht ditët që unë marr përgjigje, ditët që unë kam analizën në dorë, që i bëj do me thënë, po thuaj se çdo 15 ditë, nuk flas me asnjëri. Sepse e ndjej atë, do me thënë filloj mblidhem veten time, them pse, unë e bëra dhe këtë gjë dhe pse këto të avancojnë ose pse të bëhet kështu. Flas me veten, pastaj harroj. Ore, varja them një aparat t'ishte ajo, them... Ja fut edhe kod, do me thënë, jo se unë jam ignorante dhe se di që ja ka futur plot, po them, qarë është më e fortë se sa mendja ime, jo. E disa njerëz do frymëzosh me këtë rrëfim? Është e mrekullueshme ta dëgjosh nga njëri që ti që e ke këtë gjë në trupin tënd, në qenien tënde, ti na jep forcë ne që jemi të shëndetshëm, është shumë për ty gëzuar, është shumë frymëzuese. Dhe ky podcast është për frymëzimin, për njerëzit që frymëzojnë si ty. Je e mrekullueshme, moza. Dhe ke një familje shumë të bukur, që e ke krijuar... Falënderit Zotit vetëm në saj
Të tyre unë jam këmbë sot. Dy vajzat e tua të mrekullueshme? Dy vajzat dhe mbesat, do me thënë që më kanë dejtur non-stop, edhe gjithë të dashurit e mi s'diskutohet, do me thënë gjithë shoqëria ime që më ka njojtur, kanë qenë njerëz të cilët unë s'kam bërë aq shumë për ta, sa ato bën në ato momente që unë kisha nevojë, se kam të thash, kam dej 3 muaj në spital që më hoqën shpresat komplet, do me thënë jetoja apo s'jetoja. Ka pas nga ato mjekë sa thonin, po unë ngrit kjo në këmbë, unë shkoj gris diplomën. Dhe nuk është era parë që e dëgjoj nga mjekët këtë gjë. Ishin mjek shqiptar apo të huaj, këto që e thanë këtë? Shumica kanë qenë dhe shqiptar, ndërsa i huaj ta thot troça të pjesën, për shembull, të shikon në sy kur unë i kërkoj diçka ekstra. Qoftë një operim paliativ, sepse ka ndodhur, do më thënë që janë bërë 3 herë operim, dhe ato më shikojnë kështu dhe thonë, okej, unë ta marrë për sipër, ta bëj këtë gjë, po ki parasysh që ti je paliative, do më thënë kjo s'ka kurim. E di doktori, them, e dim që ja paliative, ka vite, do jam mësuar me këtë shprehjen. Apo kërkoj një injeksion urgjent në shtyllë kurizore. Do me thënë, do pres gjithmonë një të huaj, ose do t'i gjumoj një të huaj që t'ma bëj këtë gjë. Komunikoj dhe me spitale kancerogjene që janë, do me thënë, në vënde dhe në Zvicër, apo biles do përmend këtu, se më ka ngel mendja, në 2019 ka fol kryeministri jon, që është aktual zoti Edi Rama, që po bëjmë një bashkëpunim, po duash mund ta përmend edhe pjesën e spitalit, që unë e kisha u lumtuar më përpara atë spital, dhe isha shumë e lumtur që do bëj ai bashkëpunim, do me thënë, dhe po, do me thënë, do merrshim si thush, ose ndonjë lloj ribursimi që të shkonim në atje, nuk e di se ç'do bëhej, po një gjë bashkëpunim është përmendur me spitalin Sheba të Izraelit. Është spitali më i fuqishëm që për këto gradën e 4, ato janë shumë të fuqishëm, do me thëmë, për të bërë atë terapi individuale që duhet. Terapitë e kancerit duhet jenë shumë individuale. Mirë po, e kërkoj gjithandej ore, është bërë gjë me këtë spitali në i bashkëpunim ose në i kështu, nuk e shoh kërkund, po dhe kam bizeduar para se t'i hyja kësaj terapisë, se s'kam as një muaj që jam futur terapisë dhe kam pranuar që të shkojnë në spitalin tonë, se është e pamundur që t'ja dalësh, qoftë nga ana financiare, qoftë nga anët e tjera, do me thonë, nuk është e përballshme. Nuk përbalohet. Sa mund të shkojë në vit, për shembull, një trajtim nga ANZ për një të sëmurë të tillë? Sa mund të shkojnë shpenzimet? Ato kur fillojnë me shpenzime maramëndse që ti nuk arrin. Për popullin, po flas për njeriu, nuk po flas për shtetin. Në anën e bashkëpunimit, nëse do bëhen bashkëpunime të tilla, ajo zonja që më doli, do me thënë, dhe tha, unë jam e caktuar e kodit tënd që merr një kod aty futesh e ulumton e bën, e kam nxjerr kodin privitesh e tjerë e tjerë. Tha, po, ti ke vite, do me thënë. I thashe, a mundem, pra ti ke kohë të bizedosh me to dhe ato t'japin edhe atë kohën dhe ato mblidhen minimumi 5-6 mjek që diskutojnë mbi këto analiza që ti i qonë dhe ta kushtojnë kohën me gjithë shpirt. Përveç anës morale që të mbajnë, që thonë që ka shërime kjo gjë, mos u mërzit, por ti me që e ke filluar, do me thënë dhe ke marrë përsipër, më thanë, që ti bësh aty në vendin tënd këto, mund të vazhdosh aty me këto dhe mbas 3 muajve nëse ti shikon, sepse unë pash një të kundërt, një rritje më të madhe në ato momente të para, gjë që mund t'jetë edhe normale sipas terapive, dhe tha ti vazhdo, tha, dhe në momentin tha që do shikojmë dhe nuk e shpres, mund të kalosh kene. Mund të vija i moment, dua ta provoj dhe atë spital, mund të vija i moment ku ti kërkoj këti shteti një ndim, me një spital që vërtet ai kryeministër e ka bërë prezent për Shqipërinë, që do bëj një bashkëpunim i onkologjikut shqiptar me atë spitalin Sheba të Izraelit. Po nuk kemi parë gjë që t'jetë finalizuar.
Unë nuk e di dhe mund çfarë t'jetë lloj bërë. bashkëpunimi ishte, se kam Se iden. ndoshta edhe ekziston si bashkëpunim dhe duhet parë. Jo, Jo. sikur e kam ndjekur në për këto gjërat si kanë ato dhe si çfarë mund të jetë diçka ndryshe, po s'kam parë gjë, vetëm qoftë është në një lloj aparature që është futur. Ndoshta, mund Se të jetë di. edhe kjo. Moza, unë dua të ofroj një pije që mund të jetë tek fusha jote sepse është 100% vegane. Faleminderit. Quhet roze, është roze by Lajfiza, është nga burimi ujit Lajfiza dhe është 100% vegane, siç thash. Shumë Është faleminderit. fiks për ty. Unë po vazhdoj me verë. Meqense gëzuar. Shumë e mirë që nga. Është e mirë, po. Pas ka shije shumë mirë. Ishe duke folur për diçka të tërish, po ndërkohë mënyra se si po e rrëfeje, kishte ato optimizmin brenda për të gjithë ata që mund të jenë duke e vuajtur një sëmundje të tillë dhe ka nevojë për një model frymëzimi si ty, duke të parë dhe nga jashtë edhe nga ato që thua. Ndërkohë ti ke vrapuar, ke rendur pas jetës aq fort, siç e tham, ke qenë një nga biznesmenet e para gra të Tiranës, me shtëpi në blok, shtëpinë e ke pas në blok gjithmonë? Po, gjithmonë. Gjithmonë në blok. Që në 97. Që në 97, po. Dhe ka hap një biznes të tillë, biznes bukurie, mirëqenieje. Deri në atë kohë njihej Arqile Boti. Po. Si mjeku popullor. Po. Ka qenë një ndër mjekët, domethënë dhe të familjes tonë, një mjek i E ke nderuar, njohur, po. ke bashkëpunuar me të, po. Jo, nuk kam bashkëpunuar, kam dalur në për televizore, ke televizionin shqiptar me doktor Arqile Botin, të nderuarin doktor, tek emisionet e Flamur Topit. Kemi qenë krah për krah, domethënë me njëri tjetrin, dhe ai ndoshta domethënë atë biznesin tim kur e shikonin që vinte, merrte diçka dhe për veten e vet ose fliste, mund të them që i ka dhënë një krah, nuk e kam përmendur ndonjëherë. Është era parë kjo që po e them për doktor Arqilen. Dhe momentin e fundit kur ka vdekur, më ka thëritur nusja e tij, domethënë, kam shkuar atje dhe i kam thënë, lëre se do të vdesi. Ua. Domethënë ideja që çfarë ti bëjmë. Domethënë gjithmonë është ajo që njeriu jep, edhe vjen një moment që dua tani të relaksoj trupin tim dhe dua të vdes. Dhe ajo Gjithmonë të kam pasur qejf për mënyrën se si i tregon disa histori, ka shumë filozofi brenda. Domethënë ai ishte në ato grama që ishte koshient, domethënë më shtrëngoi dhe dorën në ato momente dhe shoqja domethënë çfarë mund t'i bëjmë, çfarë mund t'i japim, sepse nuk po pranonte domethënë që të merrte as lëngjet as ngrënjet. Dhe i thash lëre, do të vdesi, domethënë ka heq dorë nga jeta dhe kaq. Domethënë është truri ai që njeriu e mban në këtë jetë. Po cila ishte sëmundja nga e cila ndroi jetë? Ka pas sëmundje gjaku, por nuk është se është ajo, domethënë njeriu lufton për jetën dhe ai në mos gaboj, domethënë mos flas me kompetencë në atë fushë, se nuk është se është ndjekur nga mua, po ai ja bënte hysmetin vetes, thjesht ne kishim një lloj mirëkuptimi kur bashkoheshim në një emision ose kështu dhe kaq. Por them që ishte sëmundje gjaku. Sëmundje gjaku dhe ai vetë kurohej, ishte doktori vetes. Po, vetë mbahej, vetë kurohej. Nuk mund të thuash, po mbahej në këtë tokë, domethënë, e donte jetën. E donte jetën dhe ju shërbente edhe tjerëve. Nëse do që ta zgjasim në lidhje me këtë të Arqile Botit, unë po them diçka në këtë moment. Që ndoshta e ka bërë Arqileja, ndoshta e bëra dhe unë, domethënë në vazhdimsi. Ti shërbesh tjetrit është një lloj lodhje që ti i jep gjithë atë që ke brenda teje, ja jep tjetrit për ta bërë që të ndjehet mirë. Kjo duhet ndarë në jetë. E them për brezat që do vinë ose duhet ndarë, pra duhet mendosh edhe për vete, edhe për tjetrin. Arqile Boti jepte shumë për të tjerët. Radhat e tij ishin pafund dhe ai donte i smur ose kështu, nuk ja jepte atë qetësim vetes. Pra unë në ato momente isha shumë e re dhe nuk e kuptoja, domethënë këtë gjë, që ai sforcohej për t'i bërë hizmet, domethënë radhave pafund. Dhe mbaj mend atë ditë që kemi shkuar atje, pa egzagerim mund të ishin
rreth 80 veta, nuk po them 100 edhe mbi, po ta them me garanci rreth 80 veta prisnin poshtë që ai të dilte prapë t'i vizitonte. Ua. Do me thënë, aq ka dhënë dhe ai, do me thënë, për këto. Por, ideja është kjo që për të dhënë dhe maksimumin, duhet pa tjetër që të përdorë, ai kërkimet shkencore i kishte qoftë vetë, qoftë edhe lexonte dhe shkruante pa fund. Por ajo që ti të ndjesh mirë është teknologjia farmaceutike që duhet të ndjekësh në këtë lloj bimës që ti të ndjesh mirë. Ndaj ta përmenda Arqile Bodin, sepse ai si thuash i përgatiste vetë. Çajrat. Çfarë përgatiste, domethënë? Po, ajo ishte pjesa e fitoterapisë. Po, fitoterapi. Domethënë që është një fazë para se të hysh te kjo pjesa mjekësore. Po janë hapat e para që ti duhet t'i njohësh me patjetër çfarë janë bimët. Domethënë kur erdha dhe u bashkova domethënë dhe me doktor Arqilen në një farë mënyre, domethënë që ai më shumë më gjeti, sepse i përqevi domethënë si fush, sepse kishte qenë një ndër ëndrat e tij. Për gjithë ata që rendin kaq fuqishëm pas jetës, kur janë të rinj, që të bëjnë para, të bëjnë karrierë dhe nuk duan t'ia dinë fare për shëndetin dhe duket sikur do jenë gjithmonë kështu. Çfarë këshilla mund t'jepje? Është i çik pyetje domethënë me spec. Të rendësh mbas punës është një gjë tjetër dhe të rendësh mbas paras është diçka tjetër. Unë po të kisha tani para, nuk do kërkoja ndihmë nga shteti për të më si thua për të më dhënë qoftë edhe një bonus, atë që italiani ja jep shqiptarëve. Unë sot iki në Itali dhe të regjistrohem atje, do me thënë që do futem në për këto terapi, shteti mund të më japi 900 euro. Edhe mund të jem shumë e lumtur. Ato që rendin pas paras, ato nuk i gjen asgjë. Ato janë shumë të lumtur, sepse shijojnë jetën me aq sa ka mundësi dhe nuk kam parë ndonjë që të vuaj nga smundje. I dim fare mirë. Dhe ata bile se financojnë që njerëzit e tyre të afërt apo fëmijët e tyre t'i çojnë dhe t'i kurojnë jashtë me atë rendje parash që kanë bërë. Ndërsa ata që rendin pas punës, do i thoja mendoni një herë për vete, sepse njeriu e shtyn edhe me buke krip, kur i thonë dhe me buke vaj. Paktën vaj ullirit në Shqipëri është shumë ilaç edhe shfrytëzoheni, më mirë hani buke vaj e krip dhe mos rendni mas punës aq shumë fuqishëm për të bërë aq pak leksa shpërbleheni, se sa veni rëndësi shëndetit, trurit, qetësisë, familjes, janë shumë të rëndësishme. Ti thua siç e rrëfeve dhe për veten tënde, që stresi është ai që shpërthen diçka që mund të qëndrojë fshehur brenda trupit. Stresi dhe atë natë që unë kam pasur këtë lloj stresi, mund të them që kam bërë dhe një vask me ujë të nxehtë. Ndoshta dhe uji i nxehtë është duhet si thosh të eliminohet nga gratë. Vërtet? Po, vaskat me ujë të nxehtë. Pse? Ti kalon nga një çështje në tjetrën, je pa parë, je enciklopedi. Pse? Është shumë e rëndësishme, sepse si thuash damarët më të ndjeshëm kalojnë nëpërmjet gjoksit. Dhe ato vaskat me ujë të nxehtë që ty të relaksojnë në darkë ose në një moment me ato qirin, me ato, dhe ujin e bën sa më të nxehtë që të ndjesh më mirë, është aq shumë i rrezikshëm për gjoksin. Shumë e fortë kjo. S'na kishte shkuar mendja kur. Po ndonjë këshill tjetër, çfarë nuk duhet të bëjnë gratë, se shumë gra punojnë dhe luftojnë si burrat. A është e shëndetshme kjo për një grua që punon fort? Unë atë ta thash të parën, që nuk është njësoj si të gjumosh mbas paras, të vësh para, dhe si të gjumosh mbas punës. Është e vërtet dhe nuk dua do me thënë që të them edhe unë kam punu si burr. Dhe kam punuar në fakt me vajzat e mia, do me thënë ne zgjenim as për të shkarkuar mallin që do shkarkonim dhe kemi punuar dhe ngarkim shkarkim. Jemi përgjigje edhe njerëzve tjerë. Unë i kam mësuar vajzat e mia që të jenë shumë të përkushtuara mbi punën. Po, tua themi emrat pak? Ada dhe Shila. Po, Ada dhe Shila. Që janë bjonde si ty. Janë vajzat mrekullueshme dhe i kam mësuar, do me thënë,
ti përkushtohen punës, me gjithë problemet që ajo mund të ketë, të din të respektojnë çdo lloj njeriu që ka nevojë, domethënë për t'i dhënë një këshill mbi smundjet, dhe ndërkohë non-stop mos rreshtin së mësuari dhe së gjumuari gjërat e reja dhe gjërat që janë më të mirat për njerëzimin për ta sjellë në Shqipëri. Më pëlqen Shqipëria, e dua, por gjëmimi mbas paras është gjë tjetër pastaj. Ai gjëmimi mbas paras është që ti të bësh maksimumin, të lodhesh, të harxhosh mendjen, shkollën, gjithë bagazhin tënd dhe unë vita gjej qylke ty dhe e fus spot një produkt edhe bëj paran. Po, ajo që prekën pak. Janë gjëra të ndryshme. Po, për dashurinë, çfarë u ke mësuar vajzave? Dashuria të mban të shëndetshëm apo të sëmurë? Dashuria e vërtet. Dashuria e vërtet. Dashuria e vërtet, domethënë duhet të gjejnë dashurinë e vërtet dhe babajnë, me që i kam vajza, po sigurisht kjo vlen edhe për djemtë, babajnë e vërtet të fëmijës, që t'jen krenar kur t'i thojnë ati fëmije që ky është babajot, trashëgimia që kanë. Unë ruaj, si thua, foto, ruaj deri dokumentat e punës të prindërve të mi apo të prindërve të bashortit tim. Domethënë i kam të ruajtura. Pra ndjem kështu krenare kur her pas here i nxjerr e them shiko se ka ekzistuar edhe shkolla lart që në atë kohë ose veshjet e bukura ose çdo gjë e bukur kanë ekzistuar, nuk është se lindët ju sot edhe hapëm syt ose gjetja e materialeve. Nuk e pranoj të ma thojnë atë fjallën hiko ma se ti s'merr vesh. Se pranoj kur. Po, edhe ju keni qenë çift i bukur, një nga çiftet më të bukura në Tiranë, ti dhe Tosi. Po kështu e ndjenimi çik vetë mirë në atë kohë. Cilat çifte kishit si konkurrent? Se kam qef të hyj pak te kjo pjesa e bukur e jetës. Dgjoj, sot, do më thënë, në këtë ditë unë i them në njerë gocave që kur i thënë, mami jot edhe babi jot ka qenë i bukur ose kështu. I them jo se dhe do më thënë filani, fisteku kanë qenë të bukur e kështu. Po që më pëlqen ajo pjesa që ta mbaj flamurin për vete ideja me budallik po e them këtë do më thënë se nuk është e vërtet, por më pëlqen ajo, por ka pas femra shumë bukura origjinale. Femra dhe meshkujt kanë qenë bukur. Për shembull, njihen tani ndonjë emër që u bënit konkurrencë, atëherë kanë qenë, si thua, me kokra. Jo, atëherë nuk ka pas konkurrencë. S'ka pasur, a? Jo, nuk ka pasur. Do me thënë, ti mundoheshe me gjithë shpirt që ajo shoqe që ti kishe në krah, ose ajo mikesh, ose që ishe të jepje maksimumin se si i gjeje, ose ku i gjeje, ose roba qepsja që ti mund të qepje një robë, ose diçka. S'ka qenë konkurrencë, s'ka qenë dashuri, themun. Dashuri. Dashuri. Ndaj si duke tani janë helmatisur njerëzit më shumë sepse konkurenca është shtuar. Nuk janë njerëzit tani e kanë me xhelozi. E kanë gjithçka me xhelozi, me atëre ti minimumi kishe minimumi po flasim 7 shok ose 7 shoqe, ku ti mund të bëhesh me bashortët e tyre, do me thënë shumë i afërt dhe nuk ndodhte asgjë. Këtu ka ndodhur mbasi jam kthyer, do me thënë nga jashtë, filluan që ke këto të rejat e vogla, daldisjet, gjërat, i gjeta do me thënë pak këshu si rëmuj që mos flasim, mos japim gojës më shumë se duhet, por që jo, ka qenë atëre, ka qenë shoqëria shumë e bukur dhe shumë e pastër. Shumë e vërtet. Banim dyert hapur, vinte shoqja, vinte komshia, vinin njerëzit, se kishim fare problem. Me që se biznesi yt është fokusuar gjithmonë tek produktet e bukurisë, siç e thanë dhe të mirëqenies. Gjatë kohës që ke qenë këto 11 vite që ke qenë me këtë sëmundjen, që as nuk ja përmendim dot emrin, nuk e di pse është kaq tabu. Jo, duhet përmendur si emër, duhet ta përmendur shumë, sepse ka shumë njerëz, po kapim ke emrin dhe dolën prapë jashtë pyetjes. Po ka shumë njerëz që kancer, mos na i përmend. Po pse mi zojnë qa është grip, Covid? Ty Covidit mori gjitha ta njerës. Nuk është asi gjëmi. Jam me kancer, po e vuaj unë, s'po e vuan ti. është tabu dhe duhet hequr kjo si tabu. Duhet hequr edhe nga pushteti, edhe nga mjekët, edhe nga gjithë si tabu, sepse përfitojnë shumë, të thash, ta hapësh atë tabletën, ti nuk shikon asgjë. Shef një ilaç të verdh,
Që çdo lloj pluri që t'jetë nuk është diamanti. Në qoftë se pas ka gjëra më të vlerëshme se diamanti edhe floriri, pse shkojmë gjumojmë blejmë ato në le të varim nga këto kapsulat në përdur. Sa bukur e the, sepse nga që është tabu, ishte rritur edhe çmimi i kësaj sëmundjeje. Ja rrit vlerat pra, ja rrit vlerat e medikamenteve. Po, është edhe e kundërta, është ngritur në piedestal si sëmundje, jo për si për mirë, si për keq. Në kuptimin që si për mirë nga ana e fitimeve. Të smurit i bën shumë keq. Të smurit i bën keq. Ndërsa, ai si pushtet, ai është shumë fitim prurës. Të thash që ke njerëzi që mbledhin brenda Tiranës gjithë Shqipëria. Ke një onkologjik. Por është një gjë që thjesht sa e bën çdo lloj infermieri i specializuar në përrethë atë lloj mjekimi. Të ikin o vëlla, pse bën gjitha trafik? Pa egzagerim më shkon nga 40 deri në 60.000 lekë, më ka shku vetëm parkimi ke QCDT-ja. Që shkoj budalli, pse edhe s'gjen, nuk gjen vend. Kaos pra, shumë të sëmur, të gjithë të grumbulluar aty. Të shkojnë në rrethet e tyre, okej, nuk kanë mundësi të bëjnë rezatimet, kobaltin ato dhe janë të rënda, ato silli le t'jenë këtu, po gjërat e thjeshta duhet të bëhen gjëra sa më thjeshta. Shpresoj të na ndigjoj ministrja e re, e shëndetësisë, sepse vjen nga një vend evropian dhe është njeri shumë i nderuar dhe i respektuar dhe i shkolluar, ndoshta bën diçka. Domethënë do t'i kërkojmë dhe duhet kërkuar gjërat e vogla dhe të thjeshta që na bëjnë mirë nesit smur, i bën mirë shoqërusit tanë që mua më vjen shumë keq për vajzat e mia që më shoqërojnë në ato spitale, dhe më thonë ma, je mirë, them, kur s'pongopem, do t'unë me frymë, po këtë frymë se ta thithin ato. Do me thonë, ose atë hajër të keq, se ta thithin ato. Pastaj shumë keq më vjen dhe për mjeket që janë aty, për infermierët që punojnë aty, është një tmerr. Ajri. Ta kalojmë pak nga kjo situata që është kaotike dhe vetëm kur e mendoj edhe më duket e pa imagjinueshme, domethënë për të përballuar. Ti, në këto 11 vite që ke qenë në këtë gjendje që tham me këto peripecitë tua, çfarë ke pasur ndonjë rutinë tënde, domethënë ose çfarë suplementesh ke pirë përveç atyre që të kanë dhënë mjekët, që të kanë mbajtur në këtë formën që ti je dhe që dukesh? Kryesorja janë shëtitjet. Mbas një pune, unë dua të dalë të shëtis, mbas një trajtimi, dhe tjetra është që unë i përgjigjem pjesës që mua më dhëmb ose më shqetëson. Nëse mua më shqetëson një bllokim urine nga një diçka që mund të marr, se ta shkoj në balans pjesa e mjekësisë me pjesën e produkteve, që janë gjithmonë pjesë e fitoterapive dhe duhet ecin në të njëjtën shkallë. Pra, aty ku e kam problemin atë produkt marë. Bëj shumë izmet pjesës mëlqis njerë që është kryesorja që ato shkatrojnë. Do me thënë aty, po të më dali aty, do me thënë dhe aty e smur, sepse po të më shikosh një gjak komplet, deri para se unë të filloja këto reze dhe këtë terapi hormonale që po bëj tani, unë dilja shkëlqyshëm nga gjitha anët. Unë dal keq ose me PET skanerin, që duken qelizat kancerogene, ose me rezonancën, që pasaj është një skandal i kockave, dhe dal keq edhe me pjesën e ca-ave, ose markusët kancerogen, që mund t'i themi nga gjua mjekësore. Aty dal keq. Në pjesën tjetër pasaj, nëse ti do më shikosh një gjak komplet ose kështu, unë dal shkëlqyshëm. Kësaj radhe që mua më janë ngrit pak ruazat e bardha dhe më ka rënë hekuri, unë u bëra, po them, lotët nuk më mbaheshin dot. Do me thënë, pse ta arri, do me thënë. Dhe sigurisht që me shumë bindje dhe me një nga mjeket, fola që i thash unë do ta filloj se s'bën një lloj hekuri, se s'mund ta shoh veten time që brenda mujt të kem këtë lloj shkatërimi. Pjesës mëlqisje i bëj uzmet non-stop, stomakut që sigurisht nuk përdor edhe pjesët qetësues të stomakut, sepse po ta studiosh, nëse ti merr medikamente qoftë edhe antibiotikun, të shoqëruar me qetësuesët e stomakut që nuk po i përmend emra sepse ka disa, ty nuk të bëhet përthithja e asaj që merr.
Pra unë më mire torturoj veten dhe marr një nga këto gjërat për shembull që mund të më japin relaksin dhe jo mbrojtjen e mureve. Sepse ajo mbrojtja e mureve nuk të lë për thithje. Shumë e komplikuar, po ti nga që e ke iden vet, je informuar se je marrë gjithë jetën me këtë profesion, pavarësisht se nuk je mjeke, por ke qenë afër mjekëve dhe afër recetave se të vinin. Naturopatia dhe pjesa e shkollës lartë, domethënë nëse ti bën shkollë të lartë, hyn ke doktoraturat gjithmonë. Po. Pavarësisht se unë s'ja kam pranuar asnjëherë vetes ose tjetrës që të më thrasi doktoresha. Por jashtë s'diskutohet që këto lloj trajnimesh futen ke doktoratura. Domethënë nëse ti ke mbaruar një shkollë të lartë dhe bën dhe pjesën profesionale, domethënë të X, futesh ke doktoraturat. Po se pranoj asnjëherë atë stimul, jo. Tani do i bëjmë disë kancerit? Patjetër. Gëzuar. Poshtë kanceri. Ti zhduket fara, si të thonë, por është thjesht një grip i shpifur. Po, dhe rroft jeta. Dhe kjo është shumë e bukur që thej që është thjesht një grip i shpifur, por gjithë ato që i zët meri, duhet dëgjojnë këtë bisedën që ne bëm sot bashkë. Je shumë e mirë, të uroj, më thonë, jetë sa më të gjatë, dhe sigur që do e kesh jetën sa më të gjatë, se nuk ka mundësi këto sy me këtë dritën kaq të fortë të kenë ndonjë problem për të tyre. Dhe ti je mrekullueshme, gëzuar. Gëzuar.